Zoti Sakrani, si e vlerësoni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama, i cili e bëri të qartë tashmë që drejtësia të mos hyjë në punët e ministrave të tij, por qoftë edhe të atij vet, pra edhe nëse kapet me presh në duar, pra duke përlar fondet publike. Qiko, kjo temë diskutohet në fakt juridikisht dhe diskutohet pavarësisht dhe politikisht, sepse qytetarët janë të ndarë në bazë të bindjeve të tyre dhe orekseve partijake, kuptohet. Por nëse do ta shikojmë nga pikpamja juridike, ju them diçka, shiko. Mua këtë periudhë që kjo është diskutuar, më është dashur të futem në disa legjislacione, po desha dhe kushtetuta të vendeve të Bashkimit Evropian, Italisë, Gjermanisë dhe Francës. Padyshim që nuk ka një rast të dytë që të ndërmerret i veprimi të tillë nga një kryeminist, rast një kryetar shteti, sepse nuk ndodh në vendet e Bashkimit Evropian që një zot kryeminist ose një ministër i cili merret i pandehuri, ngrihet një akuzë konkrete dhe ai vazhdoi të jetë në ushtrim të funksionit të tij. Nuk ndodh kjo në Europë, sepse zoti Rama në gjithë daljet e tij publike ne na thot se shiko, është pa precedent kjo që ka ndodhur në Europë. Po mund të jetë pa precedent kjo. Problemi që nuk kemi një precedent të dytë në Europë që të akuzohet zot kryeministri ose një ministër i një ministrie shumë të rëndësishme të çështjes infrastruktura dhe të vazhdoj të ushtroj funksionin publik. Kështu që në këtë kuptim, mua më është dashur, sinqerisht, që të elaboroj shumë kushtetuta dhe shumë ligjet të procedurës penale të këtyre vendeve. Dhe më ka rezultuar që në asin ato vende nuk është penguar drejtësia, qoftë për të regjistruar proceduri penal, qoftë edhe për të marrë përgjegjësi penale, por edhe për të vërtet nuk kanë arritur që të bëjnë një gjykata të bëj pezullim të një ministri e kështu me radhë. Nuk ka një precedent. Por nuk e lejon, nuk e ndalon asnjë prokurori të vendeve të Bashkimit Evropian që ta ndërmarrin një veprim të tillë kur të shikojnë të arsyeshme që një ministër është në ushtrim funksionit të tij dhe ai vazhdon detyrën dhe mund të prishi provat, mund të intimidojë të shpitarët, pra mund të bëjë veprime për të fshehur dhe për të shpëtuar akuzës. Kështu që nuk e pengon askënd, asnjë prokurori të botës nuk e pengon që ata të marrin veprime të tilla pezulluese. Kështu që kjo narrativ nga pikpamja procedurale e zotit Rama bie. Pastaj, nëse e shikojmë këtë vështrimin, është e drejtë pezullimi apo nuk është i drejtë pezullimi në vetvete si procedurë, kjo është një diskutim tjetër. Padyshim që e drejta për të hetuar, ne do ta ndajmë deri ku përfundon e drejta për të hetuar nga organi prokurorisë dhe ku nis e drejta për të qeverisur. Padyshim që organi prokurorisë është institucion i cili mbron interesat e shtetit në gjyq ose mbron interesat e shtetit duke kërmuar dhe akuzon persona të cilët i bën një dëm financiar shtetit. Dhe pyetja vetë e tij është kjo që po diskutoja me një koleg italian dhe po thoshte se po i shpjegoja situatën dhe ata nuk arrin dot ta kuptojnë këtë situatë. Dhe thoshte, "Okej, po e marrim të përqen atë që thot kryeministri që nuk pezullohet ministrin detyrë. Po kur ministri është duke vjedhur, është duke abuzuar me detyrën, është duke shpërdoruar detyrën, duke shpërdoruar fonde publike. Dhe ti si prokurori e shikon, çfarë do të bësh? Sepse kjo është pyetja që kanë sot qytetarët. Nëse një ministër është aty, po vjet, vazhdon, abuzon, pa prish provat, dhe nuk i dha asnjë mundësi e prokurorisë për të vazhduar për të marrë mas sigurie, atëherë si do ta zgjidhim këtë moment procedural pra? Pra kjo është pyetja që bëhet sot. Dhe zoti Rama me veprimin e tij të dieshëm, që nxori atë prokurorin që ka bërë në komision të ligjeve tani, si e ka Imanja, dhe bëri një nga të rreth një çorb aty si prokuror që është, bëri as vetë se kuptoi se atë që tha jo më qytetarët. Problemi është e thjeshtë. Qytetarët ka votuar Belinda Balluku deputete, por nuk ka votuar Belinda Balluku ministre. Ministre e ke emëruar ti, është akt administrativ. Nuk është ministrin e ke emëruar ti si kryeministër e qytetarët, kanë besuar ty dhe partinë tënde për të qeverisur, por nuk kanë besuar me emër me mbiemër Belinda, nuk i ka dhënë imunitet me emër mbiemër një ministri saktuar. Po, i kanë dhënë imunitet si deputet, por ligji thot
procedura thot që unë nuk të cënoj ty deputet ministre, pra po të shkarkoj ministre. Unë thjesht po ta pezulloj, sepse kjo ministre me veprimet e saj, duke shkuar në zyrë, do vazhdoj akoma të kryej veprime që do bie në kundërshtim me hetimin, me ligjin dhe me hetimet e mia. Pra, kjo jemi në këtë moment, nuk do të ngatërrojmë pjesën e deputetit me pjesën e ministrit. Qytetarët ka votuar Belindën deputete, jo Belindën ministre. Ose një ministër të zakonshëm, ka votuar për deputet, po jo ministër. Pra, ministri mund të jetë edhe pa qenë deputet. Kupton? Kështu që nuk do të ngatërrojmë imunitetin parlamentar me imunitetin ministror. Unë nuk e di që këtë imunitet ministror. Imunitet ministror vetëm logjika juridike e juristëve të Edi Ramës është korrektje me këtë. Nuk ka rasë që vend të botës kjo lloj mbrojtje juridike që i bëhet një ministri. Nuk mbrohet ministri juridikisht, sepse ministri mund të jetë vulnerabel në situata, sepse mund të abuzoj me detyrën, mund të bësh përdorore, mund të bëj trafik kombëtare, ai ministri bën trafik kombëtare. Çfarë do bësh ti? Nuk ta prekësh ti zajetosh sepse atë e mbron me ligj ti, nuk ta shkakosh, nuk do ti kërkosh pedullim nga detyra. Supozojmë, u çmon ministri, firmosi bashkë me kryeministrin për të dhënë territorin. Ti se ton dot atë mor, ti nuk e pedullon dot atë detyra. Ai do vazhdoj detyrën, të vazhdoj të bëjë akoma vepra penale. Pra, ky është thelbi gjës që kërkojnë sot qytetarët shqiptarë, se fundit janë për qytetarët aty. Janë në shërbim të qytetarëve. Dhe ti nëse vjen qytetarët e tu, dhe prokuroria po të shikon, çfarë do të bëjë prokuroria? Do të rritë desh, do të rritë mos të veproj dot. Okej, thot ai me heto mu ati, më qonë, më akuzo, më nxirr para gjykatës kur të dënohem me vendim të formës prerë, thot ai, atëherë unë do vetë të vuaj burgun. Jo, unë bëj veprime parandaluese, sepse po nuk të parandalova, ti do vazhdosh të tani bësh përsëri vepra penale. Ne kemi sot të mbushur, po mbaj presidenti i Republikës para burgim. Zoti Meta, sepse thot prokuroria dhe gjykata në vendimet e saj që po ta lëm të lirë ne, ky do bëj përsëri, do kryej përsëri vepra penale. Se sa vepra penale do bëjnë Zoti Meta që është një kryetar partie aty, vetëm ata mund ta dinë. Po e mora e solla si shembull këtë histori. Kuptove? Kjo është e gjithë ajo që kërkojnë qytetarët dhe padyshim edhe nga ana juridike, sepse nëse ti e vesh me një imunitet ministrit, atëherë ti aty ke dhënë të bëj çfarë të doj. Po në fundit ai do vjet, do abuzoj, do bëj hipi nesër avionit, iku ju fshye drejtësisë. Çfarë të mbeti ty? Çfarë të mbeti ty? Pa çelsa ti aty dënohet, bëj çfarë duash. E pra, kjo është ajo që duhet të ecim çik të avancojmë çik më shumë në gjykimin për sa i përket të drejtës së prokurorisë për të hetuar dhe të drejtën e gjykatës për të marrë vendime nga ato parandaluese, siç është një vendim pezullimi nga detyra. Zoti Cakarni, pas kësaj lëvizje të Edi Ramës, si mendoni, a do mundet kuvendi, pra Këshilli i mandateve dhe imuniteteve, që t'i heq, më pas për ta dërguar kuvend dhe vetë kuvendi t'i heq imunitetin Belinda Ballukut për t'i hapur më pas arrestimit të Spakut, nisur nga kërkesa e këtij institucioni? Derisa Zoti Rama dhe majoranca, Zoti Rama, se aty s'ka majoranca, gjatë i komandon Zoti Rama. Përsa Zoti Rama nuk arriti sa të ndryshoj ose të bëj sa shtoj sa tek nevi 242 i kodit procedurës penale për të dhënë një fuqi edhe për të ndaluar Spakun të marrë masa ndaj një ministri ose ndaj kryeministrit, është e kuptueshme që ai nuk do ta lejoj as heqjen e imunitetit, sepse prokurorët e Spakut kanë shkuar me kërkesën për të hequr imunitetin dhe për t'i hapur rrugën arrestimit, ose arresti në burg ose arresti në shtëpi. Kështu që tani Zoti Rama bëri gjithë këtë veprim, po ka shkelur çdo normë juridike dhe normë morale, po deshët juve, sepse fundit politika është edhe moral. Dhe tani ai do t'i lejoj, do t'i hapi mundësi Spakut që t'i heqë deputet, t'i heqë mandatin që të nesër Spakut ta arrestoj, po nuk ka kuptim kjo. Ku ishe ai gjikundi thon asaj shprehjes. Kështu që nuk besoj se kjo ka një kuptim, ka një logjik, qoftë politike, qoftë juridike nga Zoti Rama. Zoti Rama e ka të qartë, nuk do lëshoj asnjë për të cilin ai është i detyruar t'i mbajë aty, sepse i din
ose kanë abuzuar bashkë, ose i di sekretet që ka abuzuar Rama. Kështu që asnjë prej tyre nuk ka për të votuar, pra nuk do ta votoj, hapi rrugë leje, t'i jap leje për të vazhduar prokuroria më pas masat shtrënguese ndaj zonjës Balluku. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm, e nderuar. Ne kemi pasur raste të tjera, nuk është rasti i vetëm ky. Ne kemi pasur rastin, fundit 2020 janar 2011, për çfarë u bë? U bë sepse kërkonte opozitë kohë, përveç se ishte bërë ata e madhe, se ishte diskutuar një 700.000 euro edhe ajo s'kishte lidhje, po hajt nejse, por dhe zëvës kryeministri zoti Meta në atë kohë nuk po jepte dorëheqje, po rrinte në detyrë. Dhe ata bënamin sepse ai do të jepte dorëheqje, duhet të vijë në dispozicion drejtësisë e kështu me radhë, dhe dogje Shqipërinë, dogje Tiranën, vrau dhe 4 qytetarë në bulevard, edhe sot i kanë bëjnë sikur nuk kanë ndodhur asgjë, dhe sot që janë në të njëjtin pozicion siç ishte zoti Berisha apo zoti Meta në atë kohë, sot bëjnë, vendosin ligjin, e betonizojnë kodin e procedurës që mos të ketë asnjë mundësi reale për të marrë masa dëshkuese, ndaluese ose shtrënguese ndaj ministrave. Pra e kupton, dy standardi, dy pafërsia morale dhe dy standardi juridik dhe kushtetues që ndjen zoti Rama. Kjo është e vërteta. Pastaj mos harrojmë. Zoti Rama na e lëshoi zotin Ametaj. Ajo që imuniteti zotit Ametaj dhe zoti Ametaj për një akuzë e cila për mua këtë vështrimin tim është një akuzë më kot që ekziston. E akuza më kot që ka ngritur sfaku. Për një çështje që ti ka thënë që dëm shtetit asgjë, as abuzime detyre asgjë me radhë.